Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kam ndërruar martoj për të larë borxhin e vet. Në fakt, kjo histori më ka ndjekur gjithë jetën si një mallkim që nuk e zgjodha, por ma vun mbi supe pa më pyetur fare. Nuk isha vajzë që ndëroja shumë, nuk kërkoja përalla dhe as princa. Doja vetëm të jetoja jetën time me dinjitet. Por në shtëpinë ku u rrita, vajza nuk ishte njëri i plot. Ishte barr, përgjegjësi, ishte zgjidhje për problemet e burrave. Babai im kishte shumë borxhe që unë nuk i kuptoja, por që i ndjeja. I shija në ballin e tij të rrudhur, në zërin e ngritur, në heshtjet e rënda që mbushnin shtëpinë. Çdo ditë ai bëhej më i ashpër, më i largët, dhe unë pa e ditur, po bëhesha monedha e fundit që atij i kishte mbetur. Një mbrëmje, më thiri të ulesha përballë tij. Më pa në sy, fliste sikur po fliste për një punë, për një marrëveshje. Do martohesh, më tha. Nuk pyeti, nuk shpjegoi, vetëm vendosi. I thash që nuk e njihja atë njeri. I thash isha shumë e re, kisha frikë. Zëri më dridhej, por ai ishte gur. Është për të mirën e familjes, më tha. Dhe aty kuptova se mira ime nuk kishte të bënte fare në këtë pjesë. Njeriu me të cilin do martohesha ishte ai që i kishte dhënë borxh babait tim. Një burr më i madh në moshë, me sy që nuk më shikonin si njeri, por si pronë. Në sytë e tij unë isha shlyerje, fundi i një llogarie. Ditën e martesës nuk mbaj mend muzikën, nuk mbaj mend buzëqeshjet, mbaj mend vetëm duart e mia që dridheshin dhe stomakun që më ishte bërë nyje. Mbaj mend veshjen e bardhë që më dukej si qefin, jo si fustan nusërie. Babai më dha dorën dhe e la aty. Asnjë përqafim, asnjë më fal, vetëm një shikim që thoshte, tani je barra e dikujt tjetër. Në shtëpinë e burrit tim nuk hyra si grua, hyra si borxh i paguar. Çdo ditë më kujtoi kjo, me fjalë, me heshtje, me mënyrën si ai fliste me mua, si më urdhëronte, si më bënte të ndihesha e vogël. Nuk kisha zë, nuk kisha emër, isha gruaja ime, ajo detyrimi. Netët ishin më të vështirat. Jo vetëm nga frika, por nga vetmia. Shtrihesha dhe shikoja tavanin duke pyetur veten se çfarë kisha bërë gabim që meritova këtë jetë. Qaja pa zë sepse edhe lotët më dukeshin të ndaluar. E urreja babain tim. Pastaj nga ana tjetër e mëshiroja. Pastaj e urreja sërish. Ishte një luftë brenda meje që nuk pushonte kurrë. Më kishte sjellë në jetë, por nuk më kishte mbrojtur. Kaluan vite, u bëra grua para kohe. Mësova të mbijetoj, të mos ndjej, të mbyll zemrën si derë ndryshkur. Por brenda meje, diku thellë, ajo vajza që kishte frikë ende jetonte. Dhe një ditë, ajo vajzë u ngrit. Nuk ndodhi me zhurmë, ndodhi me një vendim të heshtur. Vendosa që jeta ime nuk do të mbyllej si pagese një borxhi që nuk ishte as i imi. Fillova të kursej fshehurazi, të mendoj dhe të planifikoj. Çdo hap ishte rrezik, por edhe shpresë. Kur u largova nuk mora asgjë, as rroba, as kujtime. Mora vetëm veten time dhe për herë të parë ajo peshonte më shumë se çdo borxh. Sot ende mbaj plagën me vete. Kam net kur zgjohem me zemrën që më re fort, por jam e lirë dhe kjo liri ka një çmim. Por çmimi nuk është imi, është i dikujt tjetër. Babai im e lau borxhin e vet duke më shitur mua, por unë me dhimbje dhe guxim po e la jetën time nga ajo padrejtësi.